Gjatë përgatitjes së kësaj videos në veçanti, kam mësuar disa gjëra. Qëllimi im nuk është t'ju trëmb, por t'ju hap syt për atë çfarë ndodh rreth nesh. Sa herë që shikoni një publicitet, një reklam, mund të mendoni që është rastësore, mënyra si u ka gjetur, shpeshherë nuk është kështu. Çdo reklam me të cilën ne përballemi sapo hapim syt në mëngjes që hapim Instagramin dhe deri në darkë kur shohim lajmet, janë të gjitha të mirë menduara, të mirë studiuara dhe të mirë planifikuara, sepse ka një qëllim, t'ju shesin diçka. Nuk e di nëse ndodh në Shqipëri, por me sa duket është një praktikë shumë e famshme në gjithë botën, që shpeshherë do dalin ekspert ose mjek ose gazetar dhe të flasin për një problematikë të caktuar. Zëm për një mikrob të ri që ka dalë dhe që po terrorizon botën. Ky është thjesht një shembull. Dhe rastësisht, mbas një muaji, një kompani del me një produkt që lufton pikërisht këtë mikrobin e famshëm. Dhe shumë njerëz mendojnë që kjo është diçka rastësore, ose mendojnë që ndoshta kompania duke lexuar këtë artikullin ose duke parë lajmet, pra duke parë këtë ekspertin që flet për këtë mikrobin, ka vendosur të krijojë një produkt për ta luftuar këtë mikrobin. Shpeshherë, ndërkohë që gazetari po shkruan artikullin, në fabrikë po prodhohet produkti. Se është vetë kompania që ka krijuar produktin, që paguan gazetarët që të flasin për këtë problematikë të caktuar, në mënyrë që kur mbas një muaji produkti të dalë në treg, njerëzit të friksuar nga ajo çfarë është folur vërdall, ta blejnë menjëherë. Ju ka ndodhur ndonjëherë të blini një produkt dhe të mendoni ndoshta ka efekte anësore, ndoshta është i dëmshëm për shëndetin, dhe më pas të keni qetësuar veten duke thënë, po t'ishte i dëmshëm për shëndetin, nuk do dilte në treg. Kjo sepse asnjë kompani nuk do donte të rrezikonte të gjobita nga shteti, ja që edhe këtu që kemi gabuar. Sepse ka disa kompani që e di shumë mirë që ajo që po nxjerrin në treg është e dëmshme, e di shumë mirë që mund të zbulohen nga shteti. Dhe nuk e kanë problem fare, sepse gjoba që ata marrin nga shteti janë qindarka në krahasim me fitimin që ata kanë nga shitja e këtij produkti. Ata bëjnë miliarda dhe paguajnë 1 ose 2 milion gjobë. Përshëndetje, mirë se erdhët në Mysteriland. Emri im është Teri dhe këtu ne tregojmë histori true crime, paranormale dhe gjëra të tjera të ngjashme. Nëse këtë lloj video ju pëlqejnë, mund të bëni subscribe në kanalin tim, të lini një like dhe një koment me mendimin tuaj mbas të keni parë videon. Historinë e sotme në fakt e kam zbuluar për herë të parë nga një nga youtuberet e mia të preferuara, Stephanie Su, e cila i ka dedikuar një video pikërisht kësaj historie dhe e tregon me detaje. Kështu që nëse dini anglisht dhe doni ta shikoni këtë videon, unë do e lë linkun tek përshkrimi i videos. Për gjithë ata të tjerë që ndoshta nuk e dinë gjuhën angleze ose thjesht duan ta dëgjojnë nga unë këtë histori, ja ku po filloj. Nga viti 2006 deri në vitin 2011, një seri rastesh të çuditshme paraqiten në spitalet e Koresë së Jugut, sidomos në spitalin e Seulit. Me 10 raste të fëmijëve të vegjël ose grashta të zëna ose nëna të reja paraqiten në spital duke treguar simptomat e një të ftohti. Prindrit e rinj dhe shumë të shqetësuar çojnë fëmijën e tyre 3 muajsh në spital. Ata i thonë doktorëve që në fillim fëmia kishte filluar të kishte një lloj lemse, që më pas ishte kthyer në një lloj kolle të thatë që nuk e linte rehat dhe nuk e lejonte as të merrte frymë dhe as të flinte gjumë. Ata ishin munduar ta kuronin në shtëpi, por kishin thënë re që asgjë s'po ndryshonte për javësh dhe kishin shkuar në spital. Sigurisht që mjeku nuk mund bëj asgjë pa parë në fillim grafit e mushkrive. Dhe këto grafi në fakt bën xhiro në gjithë spitalit. Të gjithë mjekët e spitalit futen kurioz për ditur se për çfarë bëhet fjalë, të dalin konfuz sepse nuk e kanë kuptuar fare se për çfarë bëhet fjalë. Më në fund mjeku detyrohet të marrë grafit dhe t'ja tregojë prindërve. Nëse keni bërë ndonjëherë grafi në jetën tuaj, keni vënë re që pjesa e kockave duket si e bardhë, ndërsa pjesa e mishit duket e tejdukshme. Mushkrit janë mish, kështu që duhet dukeshin të tejdukshme, por në këtë grafi, mushkrit e fëmijës të vogël dukeshin të bardha. Mushkrit ishin ngurtësuar. Dhe duke qenë se për të marrë frymë mushkrit duhet të hapen dhe të mbyllen, kjo gjë nuk po ndodhte, prandaj fëmia po kishte vështirësi që të merrte frymë.
Pjesa më e keqe është që doktorët nuk kishin një shpjegim për këtë që po ndodhte. Do të thënë, nuk dinin se nga mund të vinte një gjë e tillë. Një gjë e tillë mund të vinte nga ekspozimi ndaj ndotjes së madhe, por prindrit tregonin që beben e kishin mbajtur brenda në shtëpi. Ishin kujdesur që të mos e nxirrnin, që të mos merrte mikrobe, madje edhe ata vetë ishin munduar, pak të nëna e fëmijës ishin munduar që të mos dilte shpesh për të mos i sjell mikrobet brenda në shtëpi fëmijës. Madje kishin mbajtur dhe pastruesin e ajrit ndezur gjatë gjithë kohës. Për ata që nuk e dinë se çfarë është një pastrues ajri, teknikisht as unë akoma sot kësaj dite nuk e kam ide se si funksionon. Duket se thjesht riciklon ajrin, pra e zbut ajrin gjatë dimrit kur dritaret të rimbyllur sa është ftohtë, nxjerr avull dhe ky avulli zbut ajrin, por nëse këtu ke ne klima nuk është aq e rëndë dhe ne mund ta përdorim një herë dy herë në vit, ka njerëz që përdorin fre. Në Korenë e Jugut, ku ndodh kjo gjë, nuk ka shtëpi që të mos e ketë një pastrues ajri të tillë. Kjo sepse dimri në Korenë e Jugut është i tmerrshëm, kështu thonë njerëzit, unë s'kam qenë ndonjëherë, por ata që jetojnë atje thonë që është vërtet i tmerrshëm, kështu që një pastrues ajri në shtëpi është më se i nevojshëm. Apo zbutës ajri, disa e quajnë zbutës ajri. Në fakt në anglisht quhet humidifier, por ne do ta quajmë pastrues ajri në shqip sepse nuk besoj se ka një fjalë në shqip. Dhe prindrit e bebes tregonin që e kishin mbajtur këtë pastruesin e ajrit gjithkohës ndezur aty për të siguruar që fëmia të ishte gjithkohës në kujdesin e duhur. Fatkeqësisht fëmia ndron jetë brenda pak ditësh. Por sikur të mos mjaftonte kjo, burri sill gruan e tij në spital mbas disa ditësh sepse kishte rënë të fikët në shtëpi. Edhe këtu bëjnë grafit dhe gjejnë të njëjtin problem që kishte pasur bebeja. Mushkrit e gruas ishin ngurtësuar. Dhe këtu gruaja fillon të mendojë që ndoshta ishte faji i saj. Fillon të mendojë që mund kishte ndonjë smundje që mund t'ia kishte kaluar bebes dhe fillon të ndihet shumë në faj. Aq në faj sa nuk pranon as të trajtohet dhe edhe ajo ndron jetë. Dhe prapë edhe këtu mjekët janë konfuz dhe nuk dinë se çfarë përgjigje t'i japin. Mjeku që trajton këtë rastin specifik në fakt kjo gjë i kthehet në makt. Fillon të vërtet, domethënë bëj të pamundurën për të zbuluar se çfarë po ndodhte. Nuk po jepte dot shpjegim. Përveç kësaj ka edhe raste të tjera, siç ndodh në një rast tjetër ku një grua shtatzën shikon, ndërkohë që po bën ekon, doktori vërej që bebes janë ngurtësuar mushkrit. Ndërkohë që është brenda në trupin e gruas. Dhe i thot qartësisht, kjo bebe nuk do mbijetoj, po merr frymë tani sepse është e lidhur me ty, po në momentin që do lindej nuk do mbijetoj. Dhe kështu ndodh vërtet, bebe e lind dhe ndron jetë brenda pak minutash, sepse nuk merrte dot frymë. Çifti mundohen prap të bëjnë një fëmijë edhe herën e dytë, do dhe njëjta gjë. Dhe gruaja fillon edhe këtu të ndihet në faj dhe të mendojë që është një problem i saj. Raste të tilla ka pafund dhe çuditërisht ndodhin në pjesën nga fundi i dimrit, fillimi i pranverës. E megjithatë, kur vjen vera, këto raste sikur sputen pak, janë më të rralla. Kështu që në fillim mjekët mendojnë që çfarëdo që të ketë qenë, iku, mbaroi. Fatkeqësisht edhe vitin tjetër ndodh e njëjta gjë. Fillojnë raste të vinë pafund raste me të njëjtat simptoma dhe brenda pak ditësh ndronin jetë. Sidomos nënat e reja ose bebet ose gratë shtatzëna. Mjeku në fjalë që kishte trajtuar më së shumti këto raste fillon të bëhet me fiksime, fillon bëj të pamundurën për të zbuluar se çfarë po ndodhte. Fillon të kontaktoj qendrat që testojnë ajrin për të parë nëse kishte ndonjë mikrob të ri në vërdall, në ajër, nuk kishte asgjë. E megjithatë ai ishte i bindur që kjo lloj smundje, bakteri, çfarëdo të qoftë, ishte thithur nga ajri. Në fillim edhe ai ka dyshimet e veta, fillon të mendojë ndoshta dikush ka helmuar ujin, por këto raste nuk po vinin vetëm nga një zonë e caktuar, po vinin nga gjithë Korea. Më pas fillojnë të mendojnë ndoshta është ushqimi bebeve dhe ka prekur edhe nënat sepse duke e dhënë bebes mund ta kenë provuar edhe ata dhe kjo gjë ka shkaktuar çdo gjë, por nuk kishte asnjë lloj baze kjo teori. Ishte gjitha një teori. Kështu që mjeku duke i gjetur veten përballë një situate të tillë, nuk ka çfarë të bëjë më. Fillon merr listën e gjithë njerëzve mjekëve që njihte, edhe mjek që nuk i njihte, i kërkonte në internet dhe i shkruan të gjithëve nga një email duke i shpjeguar situatën. Brenda pak kohësh fillon të marrë përgjigje nga këta mjek. Dhe me sa duket nuk po ndodhte vetëm në Seul, po ndodhte në të gjithë Korenë. Ndoshta sepse duke menduar që ishte
ftohje normale, një ftohje zakonshme, pacientët qëndronin në shtëpi derisa ishte shumë vonë, duke menduar që do kaloj dhe shkoi në spital ku tashmë s'mund të bëjmë asgjë për ta. Mjeku i gjendur në këtë situatë vendos që nuk mund të bëj asgjë vetë, ka nevojë për ndihmë, kështu që kontakton atë që është qendra për parandalimin e sëmundjeve në Korenë e Jugut. Doktori bën një dosje gjigante duke i shkruar të gjithë detajet, të gjitha çfarë kishte zbuluar deri në atë moment dhe i thot, "Ok, ja ku e keni, tani është detyra juaj të zbuloni se çfarë është kjo gjëja, sepse unë jam thjesht një mjek, nuk mund të bëj më shumë se kaq." Por që KDCA-ja të reagojë, duhet kalojnë 2 vite. Fillon të reagojë në momentin kur mjeku kontakton media. Sepse në momentin që mjeku kontakton mediat dhe shpërndahet frika nëpër popull që një sëmundje që shpërndahet nga ajri është vërdall dhe po vdesin njerëzit, dhe këtu KDCA-ja bën një gaf të madhe sepse del duke thënë mos e prisni mendjen, preken vetëm disa kategori, vetëm gratë shtatzëna, nënat e reja dhe fëmijët e vegjël, kështu që mos u shqetësoni. Dhe këtu njerëzit reagojnë edhe më keq. Çfarë do të thuash që mos u shqetësoni? A nuk janë ata qytetarë, janë qytetarët më pothuajse më vulnerabël të popullit. Dhe ti po na thua mos u shqetëso? Imagjinojeni ju për 4 vjet rresht çdo fund dimri, çdo fillim pranvere, me 10 raste paraqiten në spitale dhe askush nuk e ka ide se çfarë po ndodh akoma. KDCA vendos të intervistoj familjarët e atyre që kishin humbur jetën. Ku i kishte sigurisht i kishte udhëzuar ky mjeku që shkoni tek këta njerëz se këta janë sigurisht të prekur. Dhe KDCA në fillim janë të bindur që nuk është ndonjë gjë e rëndësishme. Janë të bindur që me siguri këta familjar kanë bërë ndonjë gjë gabim dhe është faji tyre sepse kanë vdekur njerëzit e tyre, fëmijët e tyre. Fillon të pyes, a pini duhan, mos keni pirë duhan afër fëmijës? Këta janë të çuditur, sigurisht që thonë jo, absolutisht, dhe bënim kurrë një gjë të tillë. E po mos keni bërë këtë, mos keni bërë atë, mos keni ngrënë ndonjë ushqim që nuk duhet ta hanit. Dhe familjarët vazhdojnë të përgjigjen, sigurisht që jo, kemi ngrënë ushqime organike, jemi munduar të t'i sigurojmë fëmijës si tua shëndetin e që se keni menduar tek ne në Shqipëri, trajtohen gratë shtatzëna kështu që nuk lejohet prekin asgjë se o zot shëndeti bebit ose shëndeti nënës, aty janë edhe më të fiksuar. Aty vërtet, mbasi një grua lind, do të thënë është sikur të jetë në spital, nuk i lejohet të bëj asgjë. Të gjithë njerëzit i ka gati aty që t'i bëjnë gjëra për të. Pra tregon një kujdes edhe mbi normalen. Që nuk kishte shanse që diçka që ta kishin bërë gabim të kishte shkaktuar vdekjen e fëmijëve të tyre ose të grave. Të gjithë familjarët thonë, madje jemi kujdesur aq shumë sa që merrnim pastruesin e ajrit dhe ja vinim afër personit të smur me idenë që të merrte ajër të pastër. Dhe këtu prap këta dalin dhe thonë, ja, po e dinit ju që pastruesi i ajrit mund të ketë mikrobe? Sepse po, është e vërtet. Pastruesit e ajrit, duke që se uji qëndron aty për një kohë të gjatë, mundet vërtet të formojnë mikrobe dhe duhet pastruar. Dhe sigurisht familjarët përgjigjen, po, sigurisht që e dim. Madje kemi përdorur disinfektuesin që është aprovuar nga qeveria. Kështu që prap këta ngelen me duart lart, sepse këta kishin bërë çdo gjë sipas rregullave. Për sa i përket disinfektuesit të pastruesit të ajrit, sigurisht që ka ekzistuar edhe më përpara. Produktet që ekzistonin kanë qenë produkte shumë me kimikate shumë të rënda, që ti do e merrje, do e laje, do e thaje, do rije gjithë ditën aty. Por dhe një gjë e tillë është okay me ne sepse e ndesim pastruesin e ajrit një herë në 2 vjet. Por në Korenë e Jugut ku këto pastrues ajri ndizen çdo ditë, ata nuk mund të rinë duke larë, duke shplar e duke thënë çdo ditë pastruesin e ajrit. Një kompani vendos të krijojë një produkt që mjaftonte të hidhje disa pika mbi ujin e pastruesit të ajrit dhe kjo gjë automatikisht vriste të gjithë mikrobet në pastruesin e ajrit. Madje jo vetëm kaq, disinfektonte edhe ajrin që dilte dhe atë avullin që del nga pastruesi i ajrit, e disinfektonte. Ky ishte i vetmi produkt i aprovuar nga qeveria koreane në atë kohë. Disinfektuesi Saksak. Dhe Saksak është i vetmi element që i bashkon të gjitha rrëfimet e të gjithë familjarëve. Ta njerëz vinin nga zona të ndryshme, kishin përdorur pastrues ajrit markave të ndryshme
por të gjithë kishin përdorur disinfektuesin sak-sak për ta pastruar. Por si lind sak-sak? Në vitet 90, një kompani koreane quajtur Yongdong, që merrej me krijimin e kimikateve për pastrime, krijon një kimikat të quajtur PMHG. Këta krijojnë thjesht kimikatin, nuk krijojnë produktin, dhe e shesin kimikatin në sasi të mëdha që e përdorin për të krijuar produktet e tyre të pastrimit. Pak kohë mbasi e kanë krijuar këtë kimikat, kontaktohen nga kompania angleze Oxy, ose më saktë dega e tyre në Kore, që ishte interesuar për ta blerë këtë kimikatin. Oxy në fakt ka me 10 mijëra produkte që përdoren për shumë qëllime të ndryshme, por specialiteti i tyre janë produktet e pastrimit. Por kujdes, PMHG është një kimikat që nuk përdoret tek ilaçi që ti merr për të larë, xhamat për shembull. Nuk është për përdorim vetjak, është për përdorim industrial, sepse ishte shumë i fortë dhe duhet përdori vetëm nga kompani që ndiqnin ato rregullat. Keni parasysh ato njerëzit që janë të mbuluar kokë e këmbë me maska, vetëm ata mund ta përdorin. Me siguri nuk mund ta gjejnë në supermarket një produkt të tillë. Dhe kur Oxy pyetet se për çfarë do ta përdori PMHG-n, ata thonë që do ta përdorin për të krijuar një produkt për të larë tapetat, për larjen industriale të tapetave. Pra, në këto fabrika të mëdha, jo në shtëpi. Kontrata me Oxyn jep Yongdong një treg shumë të madh, sepse imagjinojeni, kanë shitur një kompani kaq të madhe, edhe kompanitë të tjera thonë Oxy i rëndësishëm, me siguri fakti që kanë zgjedhur këtë produktin është sepse janë vërtet cilësor, kështu që të gjithë sulen drejt Yongdong dhe Yongdong fillon të bëjë shumë parë. Kalojnë disa vite dhe Yongdong, pra kompania koreane, vendos ta ta certifikoj, të japi një lloj aprovimi PMHG-s si kimikat dhe kërkon që ta licencojë qeveria koreane. Kështu që kontakton ministrinë dhe i thotë, kështu ne kemi krijuar këtë produktin, këtë kimikatin, ju lutem testojeni nëse mundemi apo jo ta përdorim. Dhe kur qeveria pyet se për çfarë do përdorej, ata kujtojnë çfarë kishte thënë Oxy. Kishte thënë që ky produkt do përdorej për të larë tapetat në mënyrë industriale. Këtë përgjigje i japin qeverisë, kështu që qeveria merr dhe e teston në këtë kontekst. Pra, e teston çfarë do ndodhi nëse duke e përdorur në këtë në industrinë e pastrimit. Çfarë mund ndodhi për shembull nëse të bie një pikë te krahu, se ka disa lloje kimikatesh që mund të djegin. Por fatmirësisht PMHG nuk e krijonte një rritim të tillë, nuk krijonte djegje. Pra ishte i sigurt për të përdorur gjithmonë në industrinë e pastrimit. Pra në ato fabrikat, në ato kompanitë gjigante ku kanë ato rregullat e ku janë të mbuluar kohë e këmbë, me siguri në shtëpi. Dhe me siguri nuk duhet të thithej nga njerëzit. Kështu që qeveria i jep ato vulat e veta, ato ngjitëset e veta, ku shkruan e aprovuar nga qeveria koreane. Dhe Yongdong merr këto ngjitëset e epoksit, do të merreni sepse PMHG u licencua nga qeveria. Dhe vetëm 3 vjet pas kësaj, Oxy del me një produkt të ri, sak-sak, që kishte vulën e qeverisë që ishte i testuar. Por ju rikujtoj që ishte testuar PMHG, jo sak-sak. PMHG ishte për larjen e tapetave në mënyrë industriale, sak-sak ishte lënda që hidhej tek pastruesit e ajrit dhe thithej nga njerëzit. Dhe njerëzit vërtet e thithin, literalisht dhe në mënyrë figurative, sepse për supermarkete nuk gjejnë, njerëzit e marrin dhe përdorin sepse është kaq i thjeshtë për të përdorur. Mjafton të hedhësh 2 pika dhe çdo gjë është në rregull. Më përpara duhet merrni dhe t'i lanin ato pastruesit e ajrit nga mëngjesi deri në darkë. Kështu që sigurisht që ishte më shumë e leverdishme kjo mënyra. Dhe duke parë ngjitsin e qeverisë aty, mendojnë që qeveria e ka bërë gjitha kontrollet, jemi në rregull. Imagjinojeni se sa në faj janë ndjerë kur kanë marrë vesh që duke e afruar pastruesin e ajrit afër fëmijës së tyre, kjo gjë e ka shkaktuar vdekjen e tij. Kështu që është e qartë se kush e ka faj. Të paktën në fillim të gjithë fajsojnë Oxy, sepse janë ata që e kanë nxjerrë produktin. Megjithatë shumë njerëz pastaj filluan të pyesin veten, a është Yongdong e përfshirë, kush ka gabuar në këtë mes? Dalin disa të reja të tjera që na bëjnë të mendojmë që ndoshta edhe Yongdong e kanë ditur që ajo çfarë po shisnin po përdori jo për qëllimin e duhur.
Kur Oxy pyetet nëse kishin bërë testimet e duhura për këtë produkt, ata thonë që përderisa kishin marrë vulat e qeverisë nga Yondong, ishin të qetë, i kishin bërë disa testime, por e kishin nxjerrë produktin përpara se përgjigjet të vinin. Sepse për ata ishte thjesht një konfirmim që çdo gjë ishte në rregull, përderisa qeveria kishte dhënë aprovimin e tyre, ishte çdo gjë në rregull. Por zbulohet që Oxy përpara se të dali dhe të shpërthej skandali, kishte për disa lëvizje shumë çuditshme që na bën neve të mendojmë që e dinte shumë mirë që produkti që kishin nxjerrë në treg ishte i dëmshëm dhe po vriste njerëz. Së pari, në momentin që filluan këto vdekjet e dyshimta, Oxy kishte punësuar 2 profesor për të bërë testime mbi produktet e tyre. Kështu, pa i thirrur njëri fare, pa drejtuar kush kishte nga Oxy. Sikur donin të shfaqsoheshin përpara se t'ju vijej faji. Dhe këto 2 profesorë dalën në konkluzionin që asnjë nga produktet e Oxyt nuk shkakton dëme në shëndet. Vetëm pak muaj më vonë, këto 2 profesorë arrestohen sepse zbulohet kishin marrë shuma të majme nga Oxy për të shkruar këto gjëra specifike. Zbulohet që Oxy kishte dhuruar shuma të majme universitetit ku këta 2 punonin. Përveç kësaj, vetëm disa muaj përpara se të plaste skandali, Oxy ndryshon disa parametra të kompanisë vet. Limiton sasinë e parave që do të mund të gjobiteshin njerëzit që kanë investuar te kjo kompani. Me pak fjalë, nëse deri në atë moment vendoste qeveria se sa do gjobiteshin, nëse do zbulohej që kishin bërë ndonjë gjë gabim, nga ai moment me këtë lloj ndryshimi tashmë ata mund gjobiteshin deri në shumën që ata kishin investuar. E zëm Oxy në këtë pikë vlen $1 milion, po ja fus kot se kam idenë se sa vlen, por në fillim investitorët kanë investuar nga $10.000. Sigurisht që kompania rritet me fitimet me kalimin e kohës. Ata nuk do gjobiten dot më shumë se $10.000 sepse ajo është shuma që ata kanë investuar në fillim, pavarësisht se tani kanë miliona ose miliarda lek. Është çike dyshim që këtë ndryshimin e bëjnë pikërisht përpara se të plas skandali dhe të merret vesh që ishte produkti i tyre që po shkaktonte këto vdekjet. Yondong nga ana tjetër, edhe aty ka diçka që nuk shkon, sepse zbulohet që PMHG-n, kimikatin e përdorur tek Saksak, Yondong ja ka shitur dhe disa kompanive të tjera në Australi. Tani këta pretendonin që nuk e dinin që produkti që PMHG ishte rrezikshme nëse thithej. Por, duke qenë se Australia ka këto rregullat e forta, ishin të detyruar që ta shkruanin aty tek shishja që ky produkt nuk duhet të thithet. Prandaj, PMHG që është bler nga kompanitë australiane është përdorur vërtet, por është përdorur në ato pastrues që as nuk hidhen kështu me spray. Domethënë edhe me spray ishte rrezikshme nëse hidheshin këto pastrues. Duhet ishin vetëm lëng. E vetmja mënyrë për të mos shkaktuar probleme me shëndetin. Mbas kësaj dolën disa ekspertë dhe thanë, sigurisht që në aspektin logjik, njeriu kupton që po të thithësh kimikate do të të vrasi, do të krijojë probleme me shëndetin. Sepse është kimikat. E megjithatë njerëzit kanë parë të vulen aty dhe kanë menduar që çdo gjë është në rregull, nuk e dinin këto nga tresat e tjera që janë bërë këtë matan. Askujt nuk i shkonte ndërmend që një kompani mund të arrinte aty sa të vinte në rrezik jetën e qytetarëve për të përfituar para. Po do thoni ju çfarë ndodh? Kush e merr përgjegjësinë? Teknikisht asnjëra. Thjesht i hedhin faj njëra tjetrës. Yondong thot, po ne e testuam për një gjë, se ju ne thatë për një gjë, pastaj e përdoret për tjetër. Oxy thot, jo po ju na dat vula dhe na thamë përdoreni, kështu që ne bëm atë çfarë na thatë ju. Në të njëjtën kohë dhe qeveria nuk mban përgjegjësi, edhe në qeveri janë departamente të ndryshme që i hedhin faj njëri tjetrit. Supozohet të gjithë arrin në konkluzionin që ai që vërtet e ka bërë gafën më të madhe ka qenë Oxy. Dhe ky nuk është i vetmi skandal në cilin Oxy është përfshirë, me sa duket po paguan goxha gjoba nga shtete tjera për disa produkte tjera që nuk i ka bërë siç duhet. Për vite me radhë Oxy nuk pranon përgjegjësi. Më në fund, në 2016-ën, vendosin ta pranojnë, bëjnë diçka. Sepse akuzohen formalisht nga shteti anë. PMHG sigurisht që ndalohet në gjithë Korenë e Jugut.
të gjitha produktet sak tërhiqen nga dyqanet. Dhe më në fund Oxy vendos të mbaj përgjegjësi duke ndërtuar një sistem për dëmshpërblimin e viktimave ose familjarëve të tyre. Teknikisht, shteti korean njeh zyrtarisht 1874 viktima, megjithatë mendohet të jenë shumë më shumë, mbi 20.000. Zyrtarisht ka njohur edhe 7837 të prekur nga të dëmtuar, si thua, por që kanë mbijetuar, të cilët mendohet të jenë mbi 900.000, pothuajse 1 milion njerëz. Sepse jo gjithë kanë vdekur me një herë, disa kanë vdekur aty vërtet, disa janë sëmurur më vonë dhe kanë ngelur me pasoja. Disave i është shfaqur sëmundja e keqe mbas shumë vitesh. Këto rregullat për të kualifikuar për të dëmshpërblyer ishin shumë pak të qarta. Duket sikur Oxy e bën me dashje këtë gjë, që jo gjithë mund të kualifikohet. Dhe që të kualifikohesh duhet ta provosh që vërtet ajo produkti i tyre të ka dëmtuar. Dhe këtë gjë duhet ta bësh nëpërmjet testeve, po që duhet ta bënte qeveria ose Oxy vetë to testet. Këta i thonë familjarëve që hajde ti më sill mua dokumentat që vërtet familjari jot ka vdekur për këtë arsye. Si mundet një person të provojë një gjë të tillë? Duhet ta bënte qeveria. Kështu që shumë pak njerëz kanë arritur të marrin ndonjë lek, po pak fare. Kështu që Oxy ja ka hedhur paq. E për këtë tragjedi të madhe, teknikisht nuk ka paguar askush. Ka njerëz që kanë mbetur me probleme të rënda shëndetësore. Më kujtoa rasti një djali i cili duhet tashmë të qëndrojë me bombola oksigjeni dhe me ato makineritë, dhe këto makineritë funksionojnë me korrent. Dhe kishte ndodhur një herë që në apartamentin e tij kishin ikur dritat dhe ky kishte ngelur, kishte qenë çështje minutash përpara se të vdiste. Kishte shpëtuar për mrekulli. Dhe ishte detyruar familja e tij që të blinte një gjenerator dhe ta kishte gjithkohës aty. Teknikisht ky njeri sa herë që del nga shtëpia, duhet marrja të bombolat e oksigjenit me vete dhe makineritë me vete, dhe nëse nuk gjen dot korrent për çështje minutash mund të humbi jetën. Dhe ka me 10 raste të tilla të njerëzve që kanë mbetur me probleme të rënda shëndetësore. E gjitha kjo për fat të një produkti që arrin të depërtojë kudo. Sepse kompanitë janë të uritura për para dhe do bënin çdo gjë për t'i pasur këto para. As Hyundai nuk pagoi asnjë pasojë. Kjo sepse Hyundai është nën pronësinë e një kompanie tjetër që është e dyta në Kore mbas Samsung për lekët që sjell. Sa më shumë para një kompani të bëj, aq më shumë taksa paguan. Kështu që shtetit nuk i leverdiste që ta rrëzonte këtë kompani sepse i iknin lekët e buxhetit. Në 2016-ën, CEO i Oxyt bën atë përkuljen që është tradicionale në Kore, në Azi në fakt, në shenjë respekti, për t'i kërkuar falje familjarëve të viktimave. Dhe sigurisht që familjarët e viktimave nuk e pranojnë ta falin. Nuk e falin, sepse kjo gjë kishte ardhur mbas vitesh e vitesh shmangje të përgjegjësisë. Dhe ai sistemi i dëmshpërblimit, ai ishte tamam tallje. Ajo do thotë të tallesh me viktimat. Dhe kjo, të dashur miq, ishte historia që kisha përgatitur për ju sot. Më lini një like, një koment, çfarë mendoni për këtë histori. Nëse dini ndonjë informacion ekstra, mund ta lini te komentet pas një lloj problemi. Vërtet është e tmerrshme se si jeta jon vjet në rrezik për ditë, edhe ne nuk dim. Mund të jetë një produkt që ne e përdorim për ditë dhe mund të jetë duke na vrarë dal nga dalë dhe ne nuk e dim. Shpresoj që të keni mësuar diçka nga kjo video. Unë ju përshëndes dhe do ritakohemi të premten e ardhshme.